Mbrëmja e së hënës u shënua nga një ngjarje e rënë në Vescovato të provincës së Cremonës në Itali, ku një 24 vjeçar shqiptar mbeti i vrarë pas një sulmi me thik. Viktima, i identifikuar si Delipaj N, u godit të paktën 3 herë në zonën e qafës gjatë një konflikti të dhunshëm në qendër të qytetit. I riu u transportua me urgjencë në spital në gjendje kritike, por nuk arriti të mbjetonte plagëve dhe ndërroi jetë pak pas mbërritjes. Për ngjarjen është ndaluar 32 vjeçari italian Mattia Miraglia, banues në Vescovato dhe pa precedent penal. Edhe ai ka mbetur i plagosur gjatë përleshjes dhe ndodhet në mbikëqyrje në spitalin Maggiore, ndërsa autoritetet po shqyrtojnë pozicionin e tij. Sipas hetimeve paraprake të karabinierëve, konflikti dyshohet të ketë nisur më herët në një lokal në Cremona, ku mes palëve ka pasur një debat për motive pasionale të lidhura me xhelozim për një vajzë. Pas përplasjes fillestare, situata u duk se u qetësua, por më vonë 24 vjeçari shqiptar së bashku me vëllezërit e tij u drejtua drejt banesës së 32 vjeçarit në Vescovato. Sipas rindërtimit paraprak të ngjarjes, italiani i doli nga banesa i armatosur me thik, plagosi fillimisht në bark njërin prej vëllezërve të viktimës dhe më pas goditi për vdekje 24 vjeçarin. Autoritetet italiane vijojnë hetimet për të sqaruar plotësisht dinamikën e ngjarjes, motivet e konfliktit dhe përgjegjësitë penale të personave të përfshirë.